duket prapë e vështirë? Unë në fakt gjithmonë kam besimin vetëm tek Zoti që do në hiqin nga ky gjendja keqe, por besimin në Izrael që bëhet marrëveshje me Izrael nuk kam asnjë pikë. Përpara ne kishim si thoni, kishim një çike shpresa që do bëhet që ekranin tjetër Izrael kanë njerëz atje me shpirt të njerëz, por doli që ishim gabuar, ata nuk janë njerëz, ata nuk kanë shpirt, vetëm shikojnë si do sulmojnë ne, si do marrin tokën tona, edhe nga ky. Unë nuk kam shumë besim që do pyshohet ku lufta, por lutem Zoti që arritim në një mundësi këtu brenda Palestina për të ne lejmë vazhdojmë jetën vetë. Ju çfarë do donit ju që ta quanit veten të rikthyer në normalitet? Si e mendoni? Çfarë duhet ndodh për ju, familjen tuaj në javët e ardhshme?